Uji nga 1 janari këtij viti do të kushtoj më shtrenjtë qytetarëve. Kjo për shkak të tarifës së re të përcaktuar nga autoriteti i rregullatorit për shërbimet e ujit. Çmimet ndryshojnë varësisht prej kompanive rajonale të ujësillësit. Për konsumatorët shtëpiak, tarifa për metër kub në Prishtinë ka qenë 45 cent vitin e kaluar, derisa nga janari tarifa është ngritur në rreth 63 cent. Në Prizren më 2025, tarifa ishte 40 cent, tani e tutje do të jetë 56 cent. Në Pej, nga 28 cent, konsumatorët do të paguajnë 39 cent. Në Mitrovic, nga 39 cent, tarifa është ngritur në 53 cent. Në Gjakov, nga 39 cent, tarifa u ngrit në 52 cent. Në Ferizaj, nga 39 cent në 53 cent. Dhe në Gjilan, nga 39 cent më 2025, në 54 cent gjatë vitit 2026. Në faqen zyrtare të autoritetit të rregullatorit për ujin, thuhet se tarifa përcaktohet nga kërkesa për të ardhura pjesëtuar me vëllimin e ujit të shitur. Kërkesa për të ardhura përbëhet nga 3 komponent: shpenzimet operative, mirëmbajtja kapitale dhe kthimi në bazën rregullatore të aseteve. Shënjestër.net